Që shifën që është plot me radhiqe. Në rridu po qa. Okej. Në njësta qese, por jo vetëm. Lule. Lule për smari. Shikoni që kam bërë dërat e egër këte. Kam punuar tokën. E kam lëruar, ku i thonë. Okej, përveç radhiqeve, këtu kemi edhe hithra. Majnë e hithrave. Këtu e kam që qefu. Edhe... Marë edhe këtu. Cak. Okej. Kjo kemi hithra dhe radhiqe. Këtë hithrën të shtypin pakës, sepse ka ato që djegin, ato si flok që janë. Të shtypin shuja. Normalisht unë përdo të dyja duart, i bej si punë, s'ta them, ja po i bej këtë raftë të patagonat. Ja, i shtyp kështu. Okej. Që ti shtypin ato flokët, përse? Cila është arsyeja që unë po e bej këtë? U a them unë pas pak. Okej, pas ti është mjaftueshëm, është shtypur mjaftueshëm. Edhe, okej, këtë kemi të radhiqet. Radhiqet dhe një, në kasim pak për radhiqet. Këtë kemi hithrën, e këtë hithrën, tashime që e kemi shtypur ato, tashi shumë njerëz mendoj se djek në gojë, jo nuk të djek. Thjesht e kapshëm. Ka ishi e mrekullueshme, kam bërë edhe për video tjera, mirë po, kjo unë çka sot dua të them çik më tepër ta zgjasim. Përveç se hidrës, kemi dhe lulen e radhiqes, ose gjethet. Basta se dini që edhe lulen hajnë, hajnë edhe lulet, hajnë edhe rrenjet, dhe për këto për rrenjet thonë që bën diçka më herë, ka veti shruse shumë të mëdhaja të janë dhe, për radhiqen të paktën, por edhe për hithrën, me të cilën me këtë të theni unë nuk jam dakord faktikisht. Rrenjat letrinat ku janë, sepse lulet apo farat që lëshojnë, ato i kanë të gjitha informacionet që ka dhe rrenja. Kështu që rrenjën e lemnes e ka dhe bazament që të rritet vit pas viti. Mirë po këto, unë jam i sigurt që kanë të bërë me ata të farmave, të farmacive, ata që prodhojnë këto medikamentet, e shpërndajnë informacionet të tilla që këto bim fantastike që mund të ushqejnë njerëzit dhe mund mbajnë njerëzit të shëndetshëm, nuk duhen hequr në rrenjë. Përkundazi, këto duhen stimuluar dhe ndihmuar që të mbyllen sa më shumë. Okej, tash po vinë pika në çka do të thoya. Hithrën edhe radhiqen, provojeni të paktë për 3 javë të hani për ditë. Edhe shikoni se çfarë ka për ndodhur me trupin tuaj, por jo vetëm me trupin tuaj fizik, edhe me atë energjetik, edhe me atë mendor, me idetë dhe mendimet fantastike që do u vinë. Mos besoni mua, provojeni. Një gjë është e sigurt, këto vetëm mirë bëjnë, nuk bëjnë asnjë reaksion, asnjë gjë. Kalofshi sa mirë.